Louis Pasteur, kimisi dhe biologu francez Louis Pasteur, është figura më e njohur e historisë së mjekësisë. Pasteuri ka shumë merita në zhvillimin e shkencës, por merita kryesore e tij qëndron në zbulimin e teorisë se sëmundjet shkaktohen nga mikrobet, si dhe përpunimin e teknikës për vaksinimet preventive parandaluese. U lind në vitin 1822, në dol të Francës lindore, shkollën e lartë në Paris, ai studioi disa disiplina shkencore. Gjatë kohës kur ishte student, ai nuk shprehu ndonjë talent veçantë, madje një nga profesorët e tij nuk e vlerësoi ashtu si duhet. Megjithatë, kur mbrojti disertacionin për doktoraturë në vitin 1847, Pasteuri tregoi se profesori i tij kishte gabuar. Provat eksperimentale që kishte bërë me uthullën vërtetuan që ai që në moshën 26 vjeçare paske qenë një kimist i shuar. Kështu synimi i tij shkencor u përshëndrua në tharmimin e uthullës, ku vërtetoi se ky proces vazhdon në forma të përcaktuara mikrogjallësash. Pasteuri demonstroi gjithashtu se ekzistenca e formave të tjera të mikrogjallësave sjellin rezultate të padëshirueshme gjatë tharmimit. Kjo ide e shpuri në mendimin se këto mikrogjallësa dëmtonin njeriun dhe gjallësat e tjera. Pasteuri nuk është zbuluesi i parë i teorisë se sëmundjet shkaktohen nga mikrobet. Hipoteza të ngjashme kanë shfaqur para tij Girolamo Fracastoro, Friedi Henle e tjerë. Por mbrojtja energjike që i bëri Pasteuri kësaj teorie, duke argumentuar me shumë eksperimente dhe demonstrime, është faktori kryesor që siguroi vërtetësinë shkencore të kësaj teorie. Duke menduar se mikrobet janë shkaktari i sëmundjeve, Pasteuri në mënyrë logjike arriti në përfundimin se sëmundjet mund të shërohen nëse ndalohet futja e mikrobeve në organizmin e njeriut. Mikrobet e dëmshme hyjnë në organizmin e njeriut nëpërmjet ushqimit dhe lëngjeve. Pasteuri përpunoi teknikën e cila më vonë u quajt pasteurizëm, për zhdukejen e mikrogjallësave në lëngjet. Kur kjo teknikë zbatohet në praktikë, për shembull te qumshti, atëherë ai pushon së qeni burim infeksionesh. Pikërisht për këtë arsye, Pasteuri këmbguli aq shumë për përdorimin e metodave antiseptike në mjekësi, duke ndikuar kështu edhe te Jeff Lister, i cili zbatoi një metodë të tillë në kirurgji. Për rreth 55 vjet, Pasteuri ju kushtua antraktit plasjes, sëmundje shumë infektive të kafshët dhe gjallësat e tjera, por që kalon lehtë edhe njeriu. Ai arriti të vërtetonte se sëmundja e antraktit shkaktohet nga forma të përcaktuara bakteresh. Por më e rëndësishme është se ai gjeti mënyrën e luftimit të mikrobit të antraktit. Në një organizëm të gjallë, ai futi bacil të dobët antraktik, i cili provoi një sëmundje të lehtë, por në të njëjtën kohë ndihmoi organizmin të krijonte imunitetin vetjak. Pasteuri demonstroi dukshëm efektin e imunitetit tek kafshët, gjë që shkaktoi lotgëzimi. Bëri qartë se kjo mënyrë mund të shfrytëzohej edhe për luftimin e shumë sëmundjeve të tjera infektive. Pasteuri krijoi edhe teknikën për vaksinimin e njerëzve kundër sëmundjes së tmerrshme të tërbimit. Pas tij, shkencëtarë të tjerë krijuan vaksina kundër sëmundjeve të ndryshme, si kundër tifos epidemike, paralizës së fëmijët, poliomelitit e tjerë. Pasteuri, shkencëtar i jashtëzakonshëm dhe i dashuruar pas punës, ka dhe një varg zbulimesh të tjera, jo aq të njohura por me vlera të mëdha. Fal eksperimenteve të tij, është vërtetuar se organizmat nuk lindin vetvetiu. Ai zbuloi edhe shfaqjen e anaerobisë, aftësinë e disa mikrogjallësave për të jetuar pa ajër ose pa oksigjen. Studimet e tij për sëmundjet e krimbit të mëndafshit kanë rëndësi të madhe ekonomike. Midis arritjeve të tjera është dhe krijimi i vaksinës kundër kolerës së pulave. Pasteuri vdiq në vitin 1895 pranë Parisit. Shpesh Pasteuri krahasohet me mjekun anglez Edward Jenner, që zbuloi vaksinën kundër sëmundjes së rënë të lis. Edhe pse zbulimi i Jennerit ka ndodhur 80 vjet sa më parë, ne nuk e vlerësojmë atë më shumë, pasi vaksina e tij vepron vetëm kundër një sëmundje, ndërsa vaksinat e zbuluara nga Pasteuri mund të zbatohen për të luftuar shumë sëmundje. Nga gjysma e dytë e shekullit 19 në pjesën më të madhe të botës, jeta mesatare e njeriut pothuajse u dyfishua. Zgjatja karakteristike e jetës reflektohet shumë më thellë te njerëzit se nga çdo zbulim tjetër në gjithë historinë e gjinisë njerëzore. Shkenca bashkëkohore dhe mjekësia si thua na fali edhe një jetë tjetër.